Romanca që nisin në shtëpinë më të famshme shqiptare duket se ka marrë fund, po flasin për Joz Markun dhe Loredana Bratin, të cilët u lidhen gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, dhe së fundmi, ata nuk po e ndjekin më të njëjtën rrugë dhe jashtë saj. Së fundmi Jozi ka hequr Loredana nga lista e ndjekësve të tij në Instagram, ndërsa ajo ende e ndjek atë. Ky veprim ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet, duke bërë që ndjekësit ta ludojnë për një ndarje mes tyre. Spekulimet janë shtuar edhe më shumë kur këngëtari publikoi një këngë të re me tekst që flet për ndarjen dhe dhimbjen. Duket se marrëdhënia e tyre ka marrë fund pa shumë zhurmë, por me shumë zëra. Na duhet t'ju kujtojmë se lidhja e tyre u kritikuar shumë nga banorët, por edhe nga prindrit e Loredanës, për shkak se Jozi kishte një sjellje të pahishme sipas prindërve të saj. Nga ana tjetër na duhet t'ju kujtojmë se Loredana Brati ka shprehur shumë herë ndjenjat që kishte për Jozin, duke deklaruar se ishte dashuruar me të, por se çfarë po ndodhi jashtë shtëpisë së famshme e dinë vetëm ata të dy.